Arizotit brenda meje. Spirti uit me shëro. Spirti uit me ri për të ri. Spirti uit me përkushto. Eja zjarri Zotit brenda meje. Ta thrasim shpirtin shenjt sot. Është djela rëshajve vëllezër. Dita solemne kur ne kremtojmë zbrazjen e shpirtit shenjt mbi mbar kishën. Shpirti Zotit. Shpirti hyt na mbush. Shpirti hyt na pagëzon. Shpirti hyt na përkushton. Eja zjarri Zotit brenda nesh. Shpirti hyt na shëron. Shpirti hyt na ri për të ri. Shpirti hyt na përkushton. Eja zjarri Zotit brenda nesh. Eja zjarri Zotit brenda nesh. Eja zjarri Zotit brenda nesh. Gëzuar të gjithëve festën e rëshajve, vëllezër e motra, është plotësia e Pashkës. Janë 50 ditë pas të dielës së Pashkës, kur ne kremtojmë zbrazjen e shpirtit shenjt mbi apostujt, mbi Marin, mbi mbar njerëzimin. Ne kemi marrë shpirtin shenjt ditën e pagëzimit dhe kjo dhuratë është përforcuar në një mënyrë më të madhe në ditën e Krezmimit. E na shoqëron, lëviz në ne gjatë gjithë jetës sonë, na shoqëron në ecjen e shenjtërisë. Me shpirtin shenjt, bëhemi shenjtër edhe ne, vëllezër e motra. Shpirti shenjt na udhëheq, na drejton, na shndrit, që edhe ne të jemi shenjtër sipas zemrës së hyjt. Duam të lutemi me gjithë zemër që Zoti të forcojë një brezni shenjtërish, një brez të ri shenjtërish për kishën, për mbar njerëzimin, shenjtër të rinj, të rritur, të moshuar, fëmijë të shenjt. Shpirti shenjt i hyjt, le të zbrazet mbi të gjithë brezat, mbi mbar njerëzimin, e të formoj bi dhe bija të shenjta, për kishën dhe për të gjithë njerëzit, sepse të korrat janë të mëdha, vëllezër e motra, por punëtor ka pak. E duhet të lutemi që Zoti të na dërgojë apostujt të shenjt për kishën e tij. Por më së pari të jemi ne, vëllezër e motra, apostujt të shenjt. Po filloj me një herë
shërbesin e leximeve dhe lavdet e mëngjesit. O Zot, hapi buzët e mia, dhe goja ime do të kumtoj lavdet e tua, lavdiatit, e birit, e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Aleluja, shpirti i Zotit e mbushi gjithësin, ejani ta adhurojmë. Aleluja. Ejani ti këndojmë Zotit, ti brohorasim hyjt shëlbuesit ton, ti dalim para me falenderje, ti këndojmë këngë hareje. Aleluja, shpirti i Zotit e mbush gjithësin, ejani ta adhurojmë. Aleluja, sepse hyj i madhërishëm është Zoti, mbreti i madhërueshëm mbi të gjithë zotat, sepse në dorën e tij janë thellësitë e tokës, të tijat janë edhe majat e maleve. Duart e tia e formuan tokën. Aleluja, shpirti i Zotit e mbush gjithësin, ejani ta adhurojmë. Aleluja. Sepse hyj i madhërishëm është Zoti, mbret i madhërueshëm mbi të gjithë zotat, sepse në dorën e tij janë thellësitë e tokës, të tijat janë edhe majat e maleve, i tij është deti, ai e krijoi, tia e formuan tokën. Aleluja, shpirti i Zotit e mbush gjithësin, ejani ta adhurojmë. Aleluja. Ejani ta adhurojmë, të bijem përmbys para ti, të bijem në gjunjë para Zotit që na krijoi, sepse ai është hyj ynë, ne jemi populli i kullosës së tij, grigja që ai ruan. Aleluja, shpirti i Zotit e mbush gjithësin, ejani ta adhurojmë. Aleluja. O, si kur ta ndjenit sot zërin e ti, mos e bëni zemrën tuaj gur, por si në merib, por si në ditë të masës në shkretë të tirë, kur etërit tuaj më vunë në sprov, më provuan, me gjithëse i kishin parë veprat e mia. Aleluja, shpirti i Zotit e mbush gjithësin, ejani ta adhurojmë. Aleluja. 40 vjet më mërziti ajo brezni, e thash, popull zemër luhatshëm është ky, që si nje hudhët e mia, prandaj u përbetova në hidhërimin tim, askur s'do të hyjë në prehjen time. Aleluja, shpirti i Zotit e mbush gjithësin, ejani ta adhurojmë. Aleluja, lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja, shpirti i Zotit e mbush gjithësin, ejani ta adhurojmë. Aleluja. Ditë e gëzueshme, dritë e gëzueshme, dritë e shquar, kur për i froni të qua zjarri, në mes të nxënësve të Krishtit, zemrat mbush pasuron gjuhët dhe nafton ndër të harmonishmet, ritmet zemrës e të gjuhës. Ngushëllues jetë dhënës eja, drejto gjuhët, zemrat zbuti, as një gjë me të më tha helm, të mos ndodhë në pranin tënde. Ne të bërë krijese re, të lavdëroj me mendje të pastër,
tash të hiri, por përpara prej natyre bijtë zemrimit, ti që je dhunti e dhurues, dhe çdo e mirë e zemrës son, ktheje zemrën ka lëvdatat, jepi tingull gjuhës son, për të thurur ty lëvdata. Ti krijuesi i vetë mëshirës, na pastron nga të gjitha mëkatet. Ne me Krishtin të rimëkëmbur, na përmbush gëzime të plota, dukurie të përsosur. Amen. Shpirti fryn ku dëshiron, dhe nuk e di se prej nga vjen e ku shkon, por se ne e dëgjojmë zërin e tij. Aleluja. Bekoje shpirti im Zotin, o Zot hyj im, sa i madh je, i veshur me madhëri e me bukuri, i mbështjell me dritë, por si me petk. E ngreh qiellin por si tend, mbi ujëra ndërton banesat e veta, reti bëre karrocë për vete, ecën mbi krahët e erës. Ërat i bën lajmëtar të tu, zjarrin zhuritës shërbëtor të tu, tokën e vendose mbi qëndrueshmërinë e saj, nuk do të lëkundet në shekuj të shekujve. E mbulove si me petk me ujërat e humnerave, majat e maleve i mbulonin ujërat, ti u kërcënohesh e ato tërhiqen, dridhen nga zëri bubullimës sate, ngjiten në male, zbresin në lugina, drejt vendit që ti u cakton. U ke vënë cakun që zguxojnë ta kalojnë, që përsëri të mos e mbulojnë tokën. Burimet ti kthen në përrenj, rrjedhin përmidis malesh, ato ngjin ujë të gjithë kafshët e pyllit, u ashuajnë etjen gomarve të egër. Për skaj tyre banojnë zogjt e ajrit, gem më gemja thonë këngës së vet, lavdiatit, e birit, e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Shpirti fryn ku dëshiron, dhe nuk e di se prej nga vjen e ku shkon, por se ne dëgjojmë zërin e tij. Aleluja. Ushtim nga qielli si shungullim e erës së fortë, shpirti shenjt vjen nga qielli. Aleluja. Ti i ujit malet nga pallatet e tua, toka ngjihet me frytet e duarve të tua. Ti bën të mbi barë për kafsh, bim të tjera të nevojshme për njeriun, për të nxjerrë prej tokës bukën e verën që gëzon zemrën e njeriut, që me vaj ta lyej fytyrën e që bukat ja kërtndez njeriut zemrën. Ngihen me ushqim lëndët e Zotit, cedrat e Libanit që ai veti mboli, në tatrum cakët i ndërtojnë qerdhet, lejlekët banesën e bëjnë në majat e tyre. Malet e larta strehim u japin shutave, e shpellat vjedullave banesën. Për të shënuar stinët ka krijuar hënën, edhe diellin që e njeh perëndimin e vet. Shtrinë rësirën e bëhet natë, në për të enden e gërsirat e pyllit. Këlyshet e luanit u lërin pas pres, e hyjt i kërkojnë ushqim për vete. Kur lind dielli ato tërhiqen, e struken në strofujt e vet. Atëherë del njeriu për të vepruar, për t'i kryer punët deri në mbrëmje. Lavdiatit, e birit, e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ushtim nga qielli si shungullim e erës së fortë, shpirti shenjt vjen nga qielli. Aleluja. Dërgoje shpirtin tënd dhe gjithçka do të krijohet, dhe ke për të rirë fytyrën e tokës. Aleluja. Sa të shumta janë o Zot veprat e tua, të gjitha i ke bërë me urti të madhe. Plot është toka me krijesat e tua. Ja, këtu deti i madh, i hapët e i gjerë, atje zvaranik sa që numri s'u dihet, kafshë të vogla të përziera më të mëdha. Në për të kalojnë anijet,
Leviatani që ti e krijove për të luajtur me të. Të gjitha këto presin me shpresë që të japësh ushqim në kohën e duhur, po udhëti ato mbledhin, kur ti e hap dorën tënde, mbushen me 1.000 të mira. Po e fshehet i fytyrën ato trazohen, po u amore frymën ato ngordhin dhe kthehen në pluhur përsëri. Po e dërgove frymën tënde përsëri për të rihen dhe e rinon fytyrën e dheut. E amshuesh me qoft lavdia Zotit, u gëzov Zotin në veprat e veta, e shikon tokën dhe e bën të dridhet, i prek malet e i bën të të mojnë. Do t'i këndoj Zotit në jetën time, do t'a lavdëroj hyjnë derisa të jem gjallë, i pëlqejv Zotit kënga ime, kënaqjen time e kam vënë në Zotin. U zhdukshin mëkatarët nga faqja dheut, e bakëqia s'kur më mos past mbi tokë. Bekoje shpirti im Zotin, lavdiatit, e birit, e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Dërgoje shpirtin tënd dhe gjithçka do të krijohet, dhe ke për të përtërir fytyrën e tokës. Aleluja. Shpirti Zotit e përshkon gjithësin, aleluja, bashkon gjithçka dhe e njeh çdo fjalë, aleluja. Prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Romakëve. Ata që janë të udhëhequr nga shpirti i hyjt, ata janë bijtë e hyjt. Vëllezër, në të vërtetë, ata që jetojnë në ndikimin e trupit, jepen pas sendeve të trupit, e ata që jetojnë në ndikimin e shpirtit shenjt, jepen pas sendeve shpirtërore. Të bësh çka dëshiron trupi, sjell vdekjen, e të bësh çka dëshiron shpirti shenjt, sjell jetën e paqen. Sepse prirja e trupit është kundër hyjt, nuk i bindet ligjit të hyjt, madje as nuk mundet. Ata që jetojnë në ndikimin e trupit nuk mund t'i pëlqejnë hyjt. Ju nuk jeni në ndikimin e mishit, por në atë të shpirtit shenjt, në qoftë se shpirti i hyjt banon në ju. Nëse ndokush nuk e ka shpirtin e Krishtit, ai nuk i përket atij. E nëse Krishti është në ju, trupi është patjetër i vdekur për shkak të mëkatit, e shpirti është jetë për shkak të drejtësisë. Nëse shpirti i atij që ngjalli nga të vdekurit Jezusin banon në ju, atëherë ai që ngjalli Krishtin prej të vdekurve, do t'i jap jetë edhe trupit tuaj të vdekshëm me anë të shpirtit të vet që banon në ju. Këndej o vëllezër, ne kemi detyrim, por jo kundrejt mishit, që të jetojmë në ndikimin e mishit, sepse në qoftë se jetoni sipas ndikimit të mishit, do të vdisni. Por përkundrazi, po qese i bëni të vdesin veprat e mishit në ndikimin e shpirtit, atëherë do të jetoni. Sepse bijtë e hyjt janë ata të cilët i udhëheq shpirti i hyjt. Ju veç nuk e keni marrë shpirtin që bën robër në mënyrë që përsëri të trembeni, por keni marrë shpirtin që ju bën bijtë të adoptimit, në sajtë të cilit ne thërrasim, Aba, o Atë. Veç shpirti shenjt dëshmon bashkë me shpirtin ton se jemi fëmijët e hyjt. E nëse jemi fëmijë, atëherë jemi edhe trashëgimtar të hyjt, e bashkë trashëgimtar me Krishtin, sikurse në të vërtet vuajmë bashkë me të, që edhe të lavdërohemi bashkë me të. Në të vërtet, unë mendoj se të gjitha vuajtjet e tanishme nuk janë të denja të krahasohen me lumturinë e ardhshme që do të zbulohet në ne. E një mend, edhe vetë krijesa me afsh e pret zbulimin e bijve të hyjt. Krijesa në të vërtet është e nënshtruar kotësisë,
jo pse do, por për arsye të atij që e nënshtroi, por se një mend në shpresë. Sepse edhe vetë krijesa do të lirohet nga skllavërimi i shkatërimit, për të pasur pjesë në lirinë dhe lumturinë e bijve të hyjt. Sepse e dim, mbar krijesa xhëmon dhe vuan në dhimbjet e lindjes deri tani, dhe jo vetëm ajo, por gjithashtu edhe ne, që kemi frytet e para të Shpirtit Shenjtë, xhëmojmë në vetvete, duke pritur adoptimin, shpërblimin e trupit ton. Vërtet kemi qenë shëlbuar, por në shpresë. Por se shpresa që shihet nuk është shpresë, sepse çka dikush e sheh, si mund ta shpresoj? Nëse pra shpresojmë çka nuk shohim, atë gjë e presim me qëndresë. Kështu pra, edhe Shpirti i Shenjtë na ndihmon në paaftësinë tonë, sepse ne nuk dim as çka të kërkojmë me lutje si duhet, por vetë Shpirti i Shenjtë lutet për ne me ofshame të patregueshme. E ai që i njeh zemrat e di dëshirën e Shpirtit Shenjtë, se ai lutet për besimtarët ashtu si do hyj. Të gjithë jeni bijtë e hyjt në fuqi të fesë në Jezu Krishtin. Hyj e dërgoj në zemrat tona shpirtin e birit të vet, i cili gërthet, Aba, o Atë, Aleluja. Hyj nuk na e ka dhënë shpirtin e frikës, por përkundrazi shpirtin e virtytit, të dashurisë dhe të urtisë. Hyj e dërgoj në zemrat tona shpirtin e birit të vet, i cili gërthet, Aba, o Atë, Aleluja. Nga traktati kundër herezive i Shën Ireneut i Peshkëv, misioni i Shpirtit Shenjtë. Zoti ynë Jezusi, duke u dhënë nxënësve pushtetin për të bërë që njerëzit të lindin në hyjin, u thoshte, shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt, pagëzoni në emër e të Shpirtit Shenjtë. Ky është shpirti, të cilin me anë të profetëve Zoti premtoi se do ta ndikonte në kohën e fundit mbi shërbëtorët dhe shërbëtoret e veta, që ta marrin dhuratën e profecisë. Pra, ai zbriti edhe mbi birin e hyjt, të bërë bir të njeriut, dhe me të u mësua të qëndrojë në gjinin njerëzore, të pushoj mes njerëzve e të banoj në krijesat e hyjt, duke e kryer në ta vullnetin e Atit dhe duke i përtërirë nga njeriu i vjetër në të riun që është Krishti. Luka tregon se ky shpirt, pas ngjitjes së Zotit, erdhi mbi nxënësit ditën e rrëshajve me vullnet dhe pushtet, që t'i shtjerë të gjithë popujt në jetë të beslidhjes së re. Kështu u bënë një kor i mrekullueshëm për ta kënduar himnin e harmoni të përsosur. Mbasi Shpirti i Shenjtë i asgjësoi largësitë, i zhduki mos përputhjet dhe e shndërroi bashkësinë e popujve në frytet të para për t'ja kushtuar hyjt. Pra Zoti premtoi se do ta dërgojë ai vetë mbrojtësin që të na bëjë të pëlqyeshëm për hyjin. Dhe sikurse mielli nuk merr trajt të vet me mase të dendur, as nuk bëhet një bukë vet me pa ujë, po ashtu as ne, mori e ndar, s'mund të bëheshim një kishe vetme në Krishtin Jezus pa ujin që zbret nga qielli. E sikurse toka e thatë pa lagështi nuk mund të jap fryt, po ashtu edhe ne, që ishim si pemë e thatë, kur s'do të kishim sjell fryt e jete pa shiun e dërguar lirisht prej së larti. Larja pakëzimore me veprimin e Shpirtit Shenjtë na ka bashkuar të gjithë në shpirt e në trup, në atë njësi që na ruan nga vdekja. Shpirti i hyjt zbriti mbi Zotin si shpirt urtie dhe kuptimi, shpirt këshillimi dhe force, shpirt dijeje dhe drejtësie,
shpirt frike të hyjt. Pastaj Zoti ia dha kishës këtë shpirt, duke e dërguar mbrojtësin mbi mbar tokën, prej së cilës, si tha i vet, djalli që e dëbuar por si rrufeja që bie. Pra, është e nevojshme për ne vesa e hyjt, që të mos thahemi, as të mos bëhemi të pafrytshëm, dhe aty ku ta gjejmë paditësin të mund ta kemi edhe mbrojtësin. Zoti ja beson shpirtin shenjt, atë njeri që ra ndër cuba, dhe ai njeri jemi ne. Ka dhe mshëri për ne dhe na I lidh plagët, edhe jep ata 2 dinar me figurën e mbretit, duke gdhendur kështu në shpirtin ton, për virtyt të shpirtit shenjt, figurën e gratit dhe të birit, I bën të frytshme në ne talentet që na qenë besuar, që t'ja kthejmë pastaj të shumë fishuara Zotit. Kur erdhi dita rrëshajve, të gjithë ishin së bashku në të njëjtin vend, të gjithë mbushën me shpirtin shenjt, aleluja. Papritmas u ndije një ushtim nga qielli, si shëngullim e erës së fortë, dhe e mbushi të gjithë shtëpinë ku ata ishin. Të gjithë mbushën me shpirtin shenjt, aleluja. Ty o hyj të lavdërojmë, ty o Zot të dëshmojmë, ty atin e amshueshëm, bota mbar të adhuron. Ty të gjithë engjëjt, ty qielli e fuqit të gjitha, ty kerubinët e serafinët, pa ndërprer të këndojnë. Shenjt, 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 Zoti hyj Sabaot, plot qielli e toka janë, me madhërinë të lumturi sate. Ty I apostujve, kori I lavdishëm, ty I profetëve, numri I nderueshëm, ty e martirëve, të lëvdon ushtria, e për rrethin e tokës, të dëshmon shenjtja nën kish. Ty o atë, I madhërisë pamas, dhe të nderueshmin e të vërtetin, të vetmin tëndin bir, edhe shenjtin, lues shpirt, ti o Krisht, mbreti I lavdis, ti që je I atit, biri amshueshëm, ti që për të marrë mbi vete çlirimin e njeriut, nuk e pate njeri kraharorin e virgjërës, ti që pas jetheve thimthin e vdekjes, u aqile besimtarve mbretërin e qiellit, ti që rrinë të djathtën e Zotit, në lavdin e atit,
besojmë se do të vish, por si gjykatës. Ty pra po të lutemi që të ndihmosh shërbëtorëve të tu, të cilët i shpërbleve me gjakun tënd të paqmueshëm. Bëj që në lumturinë e amshueshme të numërohemi ndër shenjtër të tu. Shpëtoje popullin tënd, o Zot, e bekoje trashëgimin tënd. Ti ata sundoj, e lartësoj deri në amshim, për të gjitha ditët e lume, ne ty të bekojmë, dhe emrin tënd e lavdërojmë për jetë e jetë të jetës. Dhe njohu, o Zot, në këtë ditë, të na ruash pa mëkat. Ki dhimbë për ne, o Zot, ki dhimbë për ne. Dhe mëshiria jote qoftë mbi ne, o Zot, kurse po shpresojmë në ty, o hyj shpresova, e kur nuk do të turpërohem. Kënga Te Deum këndohet, kjo që këndova tani, sa herë çdo të diel dhe për të kremte, në të kremte, e ditë festash. Është një himn shumë i bukur që besoj e keni përjetu mirë të gjithë. Dhe tani lusim lavdet e mëngjesit. Filloj me himnin e lavdeve të mëngjesit. Tash në gëzime të lume na përcolli orbita e vitit, kur shpirtin ngushëllues shkëlqeu në mes të apostojve. Zjarri me dritë dridhmuese zbriti në trajt të gjuhës, që fjalët të ishin të rjedhshme e në dashuri të flakët. Flasin në gjuhë të gjithëve, dridhet turma e paganëve, dhe të dehur i kujtojnë këta që shpirti i frymëzoi. Këto u kryen mistikisht në kohën nga fundi i Pashkës, në radhë të shenjtë të ditëve kur me ligj shlyhen fajet. Ty tash o hyj mëshirëploti, me fytyrë për dhe të lutemi, dhuntit prej qiellit të reshur, o shpirt na i dhuro neve. Pak më parë gjokset e shenjta me hirin tënd i mbushe, na i fal tash mëkatet e na jep kohë të qeta. Në për ty ta njohim Atin e t'ja njohim edhe Birin, në të dy ju dhe në shpirtin të besojmë në të gjitha kohët. Amen. Sa është i mirë dhe i ëmbël shpirti yt në ne, o Zot. Aleluja. O hyj, hyj mjeti, qysh në agim të kërkoj, ka etje për ty shpirti im, ty të dëshiron mishi im, si toka e shkret, e thatë, e pa ujë. Kështu erdha në shenjtëroren tënde, për ta parë fuqin tënde e lavdin tënde, sepse më e mirë është dashuria jote se jeta, buzët e mia do të lavdërojnë. Kështu do të bekoj në jetën time, e në emrin tënd do t'i lartësoj duart e mia, do të ngihem si në gosti të shkëlqyeshme,
me buzë të hareshme do të lavdëroj goja ime. Ty do të kujtoj edhe në shtratin tim, në përgjim natën do të mendoj për ty, sepse ti e bërë ndihma ime, prandaj do të brohoras në hijen e krahëve të tu. Shpirti im mbështet në ty, e djathta jote më merr përdore. Lavdiatit, e birit, e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Sa është i yt në ne, o Zot. Aleluja. Ujëra dhe burime bekojeni Zotin. Jepni lavdi hyjt, ju që jeni të rilindur prej ujit. Aleluja. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Bekojeni engjëjt e Zotit Zotin. Bekojeni o qiej Zotin. Ujëra që jeni përmbi qiell bekojeni Zotin. Të gjitha ju o fuqi bekojeni Zotin. Diell e hën bekojeni Zotin. Yjet e qiellit bekojeni Zotin. Të gjitha shirat e vesa bekojeni Zotin. Të gjitha ju o era bekojeni Zotin. Zjarre nxehtësi bekojeni Zotin. Acar e vap bekojeni Zotin. Bekojeni Zotin. Akull e cegëm bekojeni Zotin. Breshra e borëra bekojeni Zotin. Net e dit bekojeni Zotin. Dritë e rësir bekojeni Zotin. Vetëtima e re bekojeni Zotin. Toka e bekov Zotin. Lëvdojeni madhërojeni në shekuj. Bekojeni o male e kodra Zotin. Bekojeni Zotin të gjitha bimësit e tokës. Dete e lumenj bekojeni Zotin. Bekojeni burime Zotin. Përbindesh e gjithë çka lëvizja, bekojeni Zotin. Të gjithë shpendet e qiellit bekojeni Zotin. Kafshët e egra e shtëpiake bekojeni Zotin. Bijtë e njeriut bekojeni Zotin. Bekojo Izrael Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Priftërinjtë e Zotit bekojeni Zotin. Shërbëtorët e Zotit bekojeni Zotin. Shpira e frymtë të drejtëve bekojeni Zotin. Shenjtër e të përvujt në zemër bekojeni Zotin. Anani, Azar, bekojeni Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Të bekoj matin, e birin, e shpirtin shenjt. Ta lëvdojmë e ta madhërojmë në shekuj. I bekuar jeti o Zot, në kupën qiellore, i lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Ujëra dhe burime bekojeni Zotin. Jepni lavdi hyjt, ju që jeni të rilindur prej ujit. Aleluja. Në çdo gjuhë të botës jehon predikimi i apostujve. Zoti hyj bëri mrekulli. Aleluja. Këndoni Zotit një këngë të re, këndoni lavdi në mbledhjen e shenjtërve. Leti gëzohet Izraeli krijuesit të vet, bijtë e Sionit i brohorasin mbretit të vet. Le ta lavdërojnë emrin e ti në valle, le ti bie në nder të ti topanit e citarës, sepse Zoti kënaqet në popullin e vet, të përvujtët i nderon me shëlbim. Le të galdojnë të drejtët në lumturi, le të brohorasin nga shtëpitë e veta. E paqin lavdin e Zotit në gojë, e shpatën dyteshe në dorë, për të
të marrë shpagim mbi pagan, për të dhënë popujve ndëshkim, për t'i lidhur mbretërit e tyre në pranga, princat e tyre në zinxhir të hekurt, për ta zbatuar mbi ta dënimin ka herë të shkruar. Ky është nder për të gjithë besnikët e tij. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Në çdo gjuhë të botës jehon predikimi i apostujve. Zoti hyi bëri mrekulli. Aleluja. Hyi jetërve tanë e ngjalli Jezusin, të cilin ju e vrat duke e gozhduar në kryq. Ky është ai që hyi, e lartësoi dhe e bëri prijës e shëlbues, për t'i dhuruar Izraelit hirin e kthimit e faljen e mëkateve. Për këto ngjarje jemi dëshmitar ne dhe Shpirti i Shenjtë, të cilin u dha hyj atyre që i nënshtrohen. Të gjithë mbushën me Shpirtin Shenjtë. Aleluja, aleluja. Të gjithë mbushën me Shpirtin Shenjtë. Aleluja, aleluja. Dhe u këndonin mrekullive të Zotit. Aleluja, aleluja. Lavdiatit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Të gjithë mbushën me Shpirtin Shenjtë. Aleluja, aleluja. Merrni Shpirtin Shenjtë. Atyre që ju afalni mëkatet u falen, e atyre që nuk ju afalni, nuk u falen. Aleluja. Qoftë bekuar Zoti i hyj Izraelit, që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtojë prej armiqve dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjmë mirësinë që u premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend besëlidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do të na e bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij, për çdo ditë të jetës sonë. E ti o djalosh do të quhesh profeti të Tetë Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyj do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija. Në saj të zemrës së dashur të hyjt ton, që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes. Lavdiatit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Merrni Shpirtin Shenjtë, atyre që ju afalni mëkatet u falen, e atyre që nuk ju afalni, nuk u falen. Aleluja. Lavdi dhe nder për Krishtin, i cili nëpërmjet Shpirtit Shenjtë na bashkoi në kishën e shenjtë. Ti drejtohemi me plot fe për të rije o Zot fytyrën e tokës. O Zot Jezus, që nga zemra e shporuar bëre të rrjedhin burimet e jetës, dërgo në ne Shpirtin tënd si fillim të krijimit të ri. Ti që nga qielli e dërgove mbi apostoj dhuratën e Atit, dërgoje Shpirtin tënd për të rirë mbar njerëzimin. Ti u dhe apostujve pushtetin për t'i falur mëkatet, dërgoje Shpirtin tënd për pajtimin dhe për shëlbimin e botës.
Ti e premtove Shpirtin Shenjt si mësues dhe ngushëllues. Na e falur ti në Ungjilli. Ti e premtove Shpirtin Shenjt për të na e forcuar fen, na bëj në botë dëshmitar të dashurisë sate. Nëna e Jeruzalemit të ri, luto për ne. Dërgo Zot, apostoj të shenjt në kishën tënde, o provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, hartë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj, ti me misterin e festës së sotme e shenjtëron kishën tënde të gjithë mbarshme, të përhapur në çdo vend e në çdo komb. Zbrazi dhuratat e Shpirtit Shenjt mbi njerëzit e mbar botës, e vazhdoje në zemrat e besimtarve veprën e dashurisë që ti e ndërmore në fillimin e predikimit të Ungjillit. Ton Jezu Krishtin, birin tënd, që është hyj e jeton e sondon së bashku me Shpirtin Shenjt hyj për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Na bekoft hyj i gjithë poshtetshëm, na ruajt prej çdo të keqeje e na përcjell në jetën e pasosur. Amen. Le ta bekojmë Zotin. Aleluja, aleluja. Falenderojmë hyjin. Aleluja, aleluja. Të dashur vëllezër e motra, ju ndihmoft kjo lutje e shërbesës së leximeve dhe lavdeve të mëngjesit. Menjëherë tani përgatitemi për meditimin e shenjtë. Jam shumë i lumtur për të gjithë ju sepse një grigje vogël që bën një ecje duke medituar mbi fjalën e Zotit është forcë për kishën. Sa bekim. Prandaj këto meditime na bëjnë që ne të rritemi në fe, të rritemi shpirtërisht, të jemi të aftë për gjërat e Zotit. Sa bekim. Atëherë të bëjmë një ushtrim qetësimi së bashku. Kështu si që jemi, mbështesim duart. Është thjesht një ushtrim qetësimi, ju kujtoj, nuk ka të bëjë me ato praktikat orientale, me praktikat e atyre budistave që janë këta aspak, mos keni merak, thjesht është një ushtrim, sepse nëse ti rrin kështu i ndrojton keq, as meditimi nuk e ban mirë. Pozicionohu mirë, rri në një pozicion të rehatshëm, i qetë, është një ndihmë për të përqendruar. Ti mbyllim syt. Marrim frymën ngadalë, thellë dhe e mbajmë për pak çaste frymën. Pastaj e nxjerrim me ngadalë. Qetësohuni nga koka deri tek këmbët. Qetësohuni
krejtësisht në trup, që të sohuni krejtësisht në mendje, që të sohuni krejtësisht në shpirt. Që të sohuni me njëherë. Me një lëvizje të vogël të dorës, të dalim me ngadal nga ky ushtrim qetësimi. Mirë, po thrasim shpirtin shenjtë. Ka ma bukur se sa sot? Sot është dita shpirtit shenjtë, tamam. Po e thrasim së bashku. Nëse ju ndihmon, ndërsa unë po e thras eja o shpirt krijues, do ta lus me ngadalë, ju qëndroni me sy mbyllur e përpiquni ta ndigjoni shpirtin shenjtë duke lëviz në zemrat tuaja. E duke vepru këtë lutje që unë po e baj për ju. Eja o shpirt krijues, ndriçoj mendjet tona, mbushi me hirin tënd zemrat që ke kriju. O i but ngushëllues, dhurat e atit të tetë lartë, uj i freskët, zjarr, dashuri, shenjtërues i shpirtrave, ti dora e vetë Zotit, premtimi shpëtimtarit, derdh mbi ne 7 dhuratat e tua, ngjall në ne fjalën, ji dritë për intelektin, flakë e zjarrt në zemër, shëroj plagët tona me freskinë e dashurisë sate. Na largo prej djallit, na jep paqen tënde, udhëheqja jote e gjithëpushtetshme na ruajt prej çdo të keqeje. Dritë e urtisë së amshuar, na zbulo misterin e madh, të hyjtat dhe birë, të bashkuar në një dashuri të vetme. Amen. Tani vëllezër e motra, marrim tekstin e Ungjillit ku do të meditojmë. Siç kemi bërë edhe herët e tjera, ju ftoj të merrni Biblën, fletoren shpirtërore dhe stilolapsin si në shkollë. Me thjeshtësi. Me thjeshtësi. E lejoni pa ngut, nuk është një studim si me na loll ose një studim me na sforcu, pa ngut, dëgjojmë me vëmendje këtë fjalë Zotit, lejojmë që kjo fjalë e Zotit me vepru në ne, me jetu, janë fjalë jete vëllezër e motra. Nuk janë fjalë studimi. Bibla ka fjalë jete. Prandaj Bibla ban sukses aty ku jetohet. Studioj sa edhe studimi bën mirë, edhe studimi është i dobishëm, duhet edhe studimi, por kur ti e jeton fjalën e Zotit, atëherë ka sukses shpirtëror, ka rritje, pran, jep jetë fjala e Zotit.
Pastaj do t'ju jap këtë imazhin që kam në lidhje me këtë meditim. Pra, të gjejmë Ungjilli i Gjonit, kapitulli 20, rreshtat 19-23. Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 20, rreshtat 19 deri 23. Ta dëgjojmë me vëmendje. Dua të ndihmoj që kush ka këtë Biblën, këtu po ju tregoj edhe faqen kush ka këtë Biblën. Ungjilli sipas Gjonit, Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 20. Kapitulli 20. Rreshtat 19-23. Është në faqen 1334. 1334. Është me njëherë në fillim të faqes, 1334. Ta dëgjojmë me vëmendje. Në mbrëmje po të asaj dite, të parën ditë të javës, ndërsa dyert e shtëpisë ku banonin nxënësit ishin të mbyllura prej frikës së judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqja me ju. Si u tha kështu, u tregoi duart dhe kraharorin. Nxënësit u gëzuan kur e pan zotërin. Mandej u tha prap, paqja me ju. Sikur se më dërgoi mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju. Si foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha, merrni shpirtin shenjt. Atyre që ju afalni mëkatet u falen, e atyre që nuk ju afalni, nuk u falen. Ky është një tekst i mrekullueshëm, vëllezër e motra, që lexohet sot edhe në përkisha me rastin e të dielës së rëshajve, që do ta ndëgjoni në përkishat përkatëse ku do të shkoni. Tani, në lidhje me meditimin, dëshiroj t'ju jap një imazh. Shpeshherë, natyrisht studimi është me vlerë. Njerëzit që studiojnë Biblën nëpër universitete është diçka pozitive dhe e nevojshme për të ditur edhe cilat janë tekstet origjinale, për të mbrojtur Biblën, origjinalitetin e Biblës, për të mbrojtur përkthimet origjinale. Gjitha këto gjëra janë pozitive, por studimi i Biblës dhe meditimi, do me thonë meditimi me përjetu, me vun praktik fjalën e Zotit, janë dy gjana që mund të krahasohen me fshatarët që e kanë tokën dhe me një që është studiues i tokës. Një që studion fenomenet e tokës, si funksionon toka, si punohet toka, gjitha këto me radhë. Një fshatar është shumë i thjesht, nuk s'ka nevojë për studim, vetëm e punon tokën, e prashit, i heq barishtet e këqija dhe mbjell patate, aty mbjell qep, mbjell sallat. Edhe jep fryt, s'ka nevojë me bënë studim të madh. Thjesht e punon tokën, bën ata e ujit, se ai e din se për gjanat bazë i din, e jep shumë fryt. E frytet e asaj toke, pastaj ai që i punon i gëzon. Ai që i përjeton, ai që studion nga larg nuk mundet, nuk i gëzon shumë. Edhe nëse i gëzon, duhet t'i blej, do me thonë duhet t'i vinë nga dora e dytë. Kurse ne në meditim e shijojmë direkt fjalën e Zotit. E shijojmë në shpirt, e përjetojmë, e vëmë
praktik gjatë ditës. E pata dëshirë t'ju jap këtë imazh. Të hymë direkt në tekstin. Në mbrëmje të po asaj dite, të parën ditë të javës, ndërsa dyert e shtëpisë, ku banonin nxënësit ishin të mbyllura prej frikës së judenjve, erdhi Jezusi. Nxënësit ishin të mbyllur nga frika, ishin në lutje, por tashmë ishin edhe të frikësuar. Ishin të frikësuar sepse kishin kundërshtime, persekutime, sepse kishin shpallur se Krishti është ringjallur dhe po persekutoheshin dhe po jetonin me frikë këtë. Prisnin kundërshtime, prisnin që t'i çonin në përburgje. Por këtë thot ky teksti i Ungjillit është shumë i bukur, shumë domethënës, sepse thot ndërsa dyert e shtëpisë ku banonin nxënësit ishin të mbyllura. Prej frikës së judenjve erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha paqja me ju. Shkon drejt një rritjeje, ky rresht ka një rritje të jashtëzakonshme, sepse e nis me këtë duke thënë, ndërsa dyert e shtëpisë ishin të mbyllura. Është haptas, ky rresht duket qartë se flet për shpirtin, ndërsa zemrat tona janë të mbyllura prej frikave të ndryshme, erdhi Jezusi, vjen Jezusi. Zuri vend midis tyre dhe u tha, paqja me ju. Është shumë i bukur ky tekst, shumë i saktë edhe i thjesht, për nuk ka ardhi pranishëm, ndërsa nuk e ka hukatur akoma mbi ta shpirtin shenjt, mbi nxënësit. Ato janë të friksuar, janë me dyert të mbyllura. Është e qartë se kur nuk kemi Jezusin, nuk kemi paqe. Kur nuk e thërrasim, kur nuk jetojmë në një bashkim intim me të, do të kemi një intimitet, një raport intim me Jezusin. Më kujtohet para disa vitesh, në një dioqezë të Italisë, një diakoni i vjen bën gjitha përgatitjet dhe për shugurimin me shtarak caktohet data kur ka për të shuguruar dhe vendoset te restoranti ku do të bëjnë festën e të gjitha dhe vjen lajmi nga autoritetit kishtare nga Vatikani që të mos shugurohet me shtar. I peshkvi dioqezës, i tronditur nga kjo se kishte vendosur ta shuguronte këtë diakonin, seminaristin e tij, shkon në Vatikan. Përsëri, autoritetet e Vatikanit e mbajnë vendimin që të mos shugurohet me shtar. Kthehen në tren së bashku, me durim, i peshkvi jep dorëheqjen, me qenë se i kanë thënë jo, i jep dorëheqjen, sepse kishte thënë se për mua është i denjë të shugurohet me shtar, dhe me njëherë, ky i riu, 29 vjeçar, shkon e hidhet nga kështjella e qytetit në Gremin edhe vdes. Kam njohur familjen e tij. Por çfarë dua të them me këtë? A kishte ky vëlla një raport intim, pa dashur të paragjykojmë kur ndodhin gjëra të tilla? Të ka thënë jo, kisha për diçka, jo. Ti nëse ke një raport me Krishtin, nuk ke nevojë të vrasësh veten. Atëherë, ne jemi të thirrur të kemi një raport
personal me Krishtin. Pastaj ka era të ndryshme, dikush të thot po, dikush jo, dikush bëj një punë, dikush një tjetër, dikush një diçka, dikush një tjetër. Nuk ka rëndësi, shpirti i shenjtë është si era që fryn, thot edhe shkrimi i shenjtë. E nuk e din ka shkon. Nuk din prej ka vjen e ka shkon. Është si era, si një erë e mrekullueshme që të shtyn në horizonte të reja. Ja pse kemi nevojë të jemi të mbushur me shpirtin shenjtë. Kemi nevojë për këtë shpirt jete. Këtu e thot qartë Onxhelli, ndërsa dyert e shtëpisë ku banonin nxënësit ishin të mbyllura prej frikës së jodenjve. Edhe ne, sa herë zemrat tona i kemi të mbyllura o prej një frike tjetër. I mbyllim o nga një vlla o nga një motër tjetër. I mbyllim zemrat tona me familjarët tanë, i mbyllim me miqt, i mbyllim me njerëzit e kishës. Sepse, sikur kjo prania e Jezut, jo se na mungon, por jemi ne që i largohemi kësaj pranie të Jezusit. Dhe ndjejmë ftohtësinë me Jezusin, e pastaj ndjejmë ftohtësi me të gjithë, e kemi frikë me të gjithë. Kur ke Krishtin, nuk ke frikë për asgjë. As nga vdekja. Kur je afër Krishtit, kur shtrëngohesh pas Krishtit, nuk ke frikë nga asgjë. Edhe thashethemet për ty të bëjnë të qeshin. Edhe nëse thonë, ndjen se njerëzit flasin gjërat më negative për ty, ty të vjen të qeshësh. Mirë, thua, kanë bisedat e veta, kanë lirinë e vetë, të flasin çfarë të duan. Sepse nuk është fjala e Krishtit, ti e din se kjo nuk është fjala e Krishtit për ty. Neve na intereson fjala e Krishtit, vendimi i Krishtit për ne. Na intereson t'i bindemi të lumit Jezu Krisht, mesazhit të tij, që është një mesazh jete, lajmi të tij të mirë. Jezusi na ka sjellë një lajm të mirë, ky vetë është lajmi i mirë. E në fakt thot në pjesën tjetër, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqja me ju. Zuri vend midis tyre dhe u tha, paqja me ju. Kur Jezusi, kjo zuri vend është një fjalë e fortë. Me zon vend do të thot me u fiksu aty, mos me lëviz. Se Jezusi është i vendosur. Jezusi ka kënaqësi të rri me ne, ka ardhur prej trinis, ka ardhur prej qiellit. Si thot ajo kënga për Krishtlindje, ti ulesh prej Parizit, o Zote mbret lumnie, e në tokë vjen bahesh njeri, vetëm prej dashnie, e në tokë vjen bahesh njeri, vetëm prej dashnie. E kështu me radha që dashur je për ne, sa një shpellë ti vjen me le. Me të vërtet, është një hir i madh që kisha ka gjithë këtë liturgji të pasur, kalon nga një fest liturgjike në tjetër, e na bën me përjetu misteret e Zotit. Pra, ti ulesh prej Parizit, Krishti ashtu ul prej Parizit. Në mesin ton, thot zuri vend. Një karizmatik i vendosur është vlon, zën vend dhe pastaj rrin të vlu. Kushdo që vjen tek ai merr ujë të ngrohtë, sepse merr shpirtin shenjtë, merr bekim, merr hir, merr ndihmë, merr mbështetje. Atëherë, kushdo që kalon tek ti është prejft, është i peshkëv, është i lodhur, është i mërzitur, sheset e ti ka burime ujëra të gjalla, shpirti shenjtë në ty. Është e bukur kjo. Mu po mprek shumë sot kjo fjala zuri vend. Zuri vend midis tyre.
E kam dëshirë të ndaj me ju. Zuri vend. Kishte ditë me thanë Jezus i hini të ecë, sepse mundet, autoritet është Zot, kishte mujt me lëvize, me shku me fol me të tanë personalisht, me lëviz. Thot, kështu me lëviz, me u qunë kam, sam një vend tjetrin. Jo, zuri vend, u fiksu në një vend. Po midis tyre, është aty. Zuri vend, do thot, ka të zanë një vend. Dhe nuk është të lëviz ma, do me thonë, nuk largohet për i tyre ma. Pastaj, nëse djalli vjen e të thot, Krishti nuk kanë ty, ose Krishti nuk ka duke të ndimu, kujto, mendo është djalli duke ta thanë. Jo se nuk e ke Krishtin, ti e ke Krishtin, është në të ka zënë vend në zemrën tënde. Si ajo bima, me të vërtet Krishti, vëllezër e motra, është si ajo pema që mbillet në tokë të mirë dhe asgjë nuk e shkull më. Rënjët që Krishti ka mbjell në ne, askush nuk i shkull më. Askush, asgjë. Krishti ka ngullur rënjët në ne. Kujtojeni këtë. Krishti që ditën e pagëzimit i ka ngullur rënjët në ne. Këtë thot, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqja me ju. Kur ne në hapen syt edhe bëhemi të vetëdijshëm se Krishti ka ngull rajnë në ne, atëherë me të vërtet e përjetojmë këtë rim që na ka bë Krishti, këtë paqe, paqja me ju. Paqja me ju. E kush është kjo paqe, vëllezër e motra? Është vetë dhuratë e shpirtit të Krishtit që vjen mbi ne, na jepe. Është dhuratë e shpirtit duhet ta kujtojmë. Pastaj thot e cilat janë efektet. Ky tekst ka që i shkurtër i Ungjillit është kaq i pasur, është plot me dritë, plot me hir për ne. Jo thot pa zen vend midis tyre, jo thot paqja me ju, jo thot shikoni duart e mia e krahërorin, e shohin, dhe efekti i parë, a dini cili është efekti i parë që përjetojnë apostujt? Thot, nxënësit u gëzuan kur e pan sotërin. Gëzimi. Midis tyre, gjëja e parë që shkakton është gëzimi. Gëzimi. E shohin, i besojnë, e dinë se është mësuesi, e përjetojnë këtë gëzim të brendshëm, të pa mas. Në këtë klim gëzimi, prap Jezus i uron paqja me ju. Dhe ju thot, sikur se më dërgoj mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju. I mbush me gëzim, i mbush me paqe, e pastaj i dërgon. I dërgon. I fuqizon me gëzim, me paqe, edhe i dërgon. Si foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha, merrni shpirtin shenjtë. Krishti nuk i dërgon mision të tij pa ju dhënë shpirtin shenjtë, se pa shpirtin shenjtë nuk mund të shkosh në mision. Prandaj, me shpirtin shenjtë dërgohen. Me shpirtin shenjtë ti dërgohesh në mision. Është një mrekulli, vëllezër e motra. Pastaj, atyre që ju falni mëkatet, thot u faleni, atyre që nuk ju falni, nuk u falin. Sigurisht, në këtë pikë kisha sheh atë autoritetin, tradita dhe kisha, në mësojnë se shihet
Autoriteti që Krishti ju jep apostujve të tij për të falur mëkatet, për të zgjidhur mëkatet. Ai autoritet që ne e përjetojmë të mrekullueshëm në rrëfim. Prandaj edhe një gest praktik. Jo kërkoj sot, e di se keni qenë shumë ndoshta sot kanë lirin për të shku në kish, shumë për jush që janë duke ndjekur, kush i ka kushtet, kush shkon në mesh, nëse i keni mundësit, juftoj të rrëfeheni, të bëni, të përjetoni rrëfimin në mënyrë sakramentale, kështu e diela rëshajve, me të vërtet është një ditë pastaj plotësie, përjetojeni në plotësi këtë ditë. Plot me shpirtin shenjt, me këtë paqe që po na jep Zoti, e nëse ka ndonjë mbetje, ndonjë trazirë në zemrat tuaja, rrëfehuni, jetoni si krijesa të reja, jetojeni fuqimisht këtë diel të rrëshajve, plot me hirin e Zotit, plot me entuziazmin që na vjen nga shpirti i shenjt. Me të vërtetë falenderojmë Zotin për këtë meditim së bashku. Lutje pas meditimit. Të falenderoj o hyjim për dritën dhe këshillat që më ke dhënë në këtë meditim të shenjtë, e të lutem të më japësh hirin që të di të përfitoj për të mirën shpirtërore të jetës sime. Amen. Zemra e Krishtit Zotit ton, bëj që ty të duam gjithmonë. Zemra Zojës, nënës son, qofshti shëlbimi ynë. Nëna Jeruzalemit të ri, luto për ne. Dërgo Zot, apostujt të shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty, në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Të dashur vëllezër e motra, uroj çdo bekim në Zotin Jezus, gëzuar festën e rrëshajve të gjithëve. Gëzuar festën e rrëshajve dhe çdo bekim në Zotin Jezus. Miropafshim në orën 12 për Rozarën e Shenjtë. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.